po ka nevojë, po thojnë po vetë taj. E kemi një deklarat të Dardan Mullisha, thot klika uranit, thot po vendos. Edash. A mund ta dëgjojmë pak Dardan Mullisha, si interesant është kjo. Nxjerrni pak. Klika urani Ismailit, thot Dardan Mullisha. I klikës së uranit. Krejt që apo ndodhë në PDK, është një plan që urani me u bo kryetar i PDK-s nëse ata nga Haga nuk lirohen. Krejt që ka bojnë këtë periudhë njerëz të PDK-s është kush është ma shumë me ata në Hagë, kush është ma shumë me ata në Hagë, kryesisht në fushat. Para fushatës kanë bo, para mëno mund ka janë një 3 herë mu arrestu për gjykatën speciale, një 3 herë Trandefilovës më janë ullu aktivitetet. Ata s'kan bo kur gjot, tash i thejnë kohën në punë tyne, unë nuk e du Hashim Thaqin dhe Kadri Veselin ma shumë sa ata, por politikisht kom pas qëtësim ma për një merë për Hashimin e Kadrin sa ata. Dhe s'kom dilemë për këtë punë. Po... Qëre, unë leximi jam nuk është një mirë. Pjesa e komentimit tjetër është kryesisht vlerësim politik, po kjo pjesa klikës së uranit, a ka klik uranin për të kë? E para, shiko, shqetësimi jonë për presidentin Thaqi dhe kryetarin Veseli. Ajo që e krahasove me herët, se nuk po duhet merrem, do të merrem në fund me procesin e Hagës, po duhet ta anashkalojnë në këtë pjesë të Hagës. Çka po më çudit është që dikush jep të drejtë vetes të flet për ndonjë lloj roli, po çfarë po politika po ka gjithçka edhe ky mundet me fol çat ka qef së më rëndësi. Mirë po, pra po kthehemi ne jemi pjesë vitale e Partisë Demokratike të Kosovës, për arsye se jemi që një kohë gjatë dhe punojmë, kemi punu edhe më herët, punojmë edhe tash. Partia Demokratike e Kosovës merr vendime bazë një kryesie që e ka. A është e vërtetë që kemi kolegialitet të mirë në atë kryesi? Është e vërtetë. A është e vërtetë që kemi afërsi të mirë me kryetar degëve? Është e vërtetë. Pra kemi një, si me thonë, një atmosferë miqësore mbrana, është e vërtetë. Tani unë e kuptoj që për shumë njerëz të cilët, të me thonë, nuk janë, si me thonë, kanë qenë konfliktuoz në partit vete, kanë dalë mesin konfliktuoz, unë e kuptoj që kjo nuk rezonon të këta. Në realiteti është që ne kemi një dinamik të brendshme, të jashtëzakonshme. Kemi pas, s'po flas në kohën e Hashimit e Kadris, sepse ato ishin tema kohë tjera, dhe ata ishin figura tjera. Mirë, por kjo temë ka qenë edhe tek Enveri, ne kemi pas kur ka qenë kryetar, kemi pas një klim të mirë te Memri, kemi një klim të shkëlqyeshme po ashtu si të dy tjerët e me Zotri Hamzën. Tash unë e kuptoj që Partia Demokratike është një parti që s'ka bo bashkëpunim me Albin.